Nëse një kompani mund të manipulojë fitimet e saj në mënyrë ligjore përmes metodave të kontabilitetit, a është ende etike? Interesant. Do të thosha që ekziston gjithmonë dëshira për të paguar sa më pak, por është më se normale që ne mund ta bashkojmë etikën me dëshirën tonë ekonomike. Dhe rikujtoj këtu shprehjen jepi Cezarit atë që i takon Cezarit. Çfarë thotë? Do të thotë që duhet jemi sa më të saktë në dhënien e detyrimit tatimor. Kjo do të thotë që ne duhet ta njohim sa më shumë. Kompania duhet sa më shumë ta njohë legjislacionin tatimor dhe të paguaj shumën e saktë. Kjo do të thotë që sa më shumë ne të njohim legjislacionin dhe të reduktojmë në minimum detyrimin tatimor, të mos paguajmë detyrime të tepërta, kjo do të thotë që është një përgjigje e saktë. Dhe kuptohet që përgjigja e saktë është të paguajmë atë që është për të paguar brenda hapësirave të legjislacionit tatimor. Kjo do të thotë që ka një përzierje të etikës midis ekonomisë, dëshirës sonë për të paguar sa më pak, e cila është një standard i njohur tashmë në atë që quhet ligji natyrshëm, i trumbetuar në mesjet nga Shëna Quintas, i cili thoshe që ne kujdesemi për familjen tonë, ne kujdesemi për veten, për prosperitetin personal, dhe kjo është më se normale për ne. Por ne duhet të bijmë dakord të japim atë që është për t'i dhënë. Kuptohet që një kompani e cila bën evazion për te kësaj që i takon Cezarit, e ka shkelur këtë çështje, e ka shkelur këtë prag të etikës, por çdo detyrim tatimor, i cili paguhet në shumën e saktë, është ai i duhuri për të paguar. Kjo do të thotë që ne duhet njohim sa më shumë legjislacionin tatimor dhe në fund të fundit kam punuar edhe në tatime njëherë kohë dhe si inspektor tatimesh më desh pikërisht për të marrë subjektit detyrimin tatimor, pikërisht atë detyrim tatimor të fshehur. Dhe kjo më bëri që në fund të ditës unë të lexoj sa më shumë. Pra që të jem aq i aftë sa kur shkoj në një biznes, si punonjës tatimesh, unë të marrë detyrimin tatimor. Dhe kjo është në fakt ajo që solli një përputhje të dëshirës time për të mos i rënë qafë biznesit dhe një përputhje të detyrimit për të mbledhur detyrimet tatimore aq sa duhet. Pra nuk ka asnjë arsye që neve të mendojmë se detyrimet tatimore janë të këqija, ne duhet të paguajmë detyrimet tatimore më të sakta dhe kjo përbën një motiv pozitiv për të zhvilluar profesionalisht.